Zëvendës kryeministri i parë dhe ministri i punëve të jashtme dhe diasporës, Albin Kurti. Zëvendës kryeministre e dytë dhe ministre e drejtësisë, Donika Gërbolla. Zëvendës kryeministri i tretë për çështjet pakicave dhe bashkëpunim, Fikrim Damka. Ministri i financave dhe ekonomisë, Hekuran Murati. Ministër për familje dhe mirëqenie sociale, Andel Voti. Ministri i mbrojtjes e Jot Maqedonci. Ministri i punëve të brendshme, Xhelat Sveçla. Ministri i administratës publike dhe digitalizimit, Luzan Jankçiu. Ministri i shëndetësisë, Arben Vitia. Ministri i arsimit dhe shkencës, Avni Zogjani. Ministri i kulturës dhe turizmit, Fatmir Spaniu. Ministri i sportit dhe rinjisë, Blerën Gashani. Ministri i administrimit pushtetit lokal, Rasim Demiri. Ministri i mjedisit dhe planifikimit, Hapsinor Fitore Pacovi. Ministri i Policisë, Plutarisë dhe Zhvillimit Rural, Armen Muja. Ministri i infrastrukturës dhe transportit, Besnik Bistimi. Ministri i Tregtisë, Industrisë dhe Integrimeve Evropiane, Mimoza Kusari. Ministri e Energjisë dhe Minjerave, Arkane Rizmanolli. Ministër për Komunitetet dhe Kthim, Nena Drashić. Ministër për Zhvillim Rajonal, Sejnor Vesha.